në shtëpi tënde, Edi. Si e gjej atë puthjen e Bledmanes javës shkuar që bëri me atë gocën e përputhë? Si e gjej kollaj që të ndalin në gjërat e mia? Do vazhdojmë me puthjen Shif, ka një pikë... Ke sot këtë puthje? Ca milion klikime, aty e gjen. Këtu s'pub do. Ne kemi një dashuri të fshetur në Bledi, kështu që... Hajde një puthje artistike, mund ta marrim me Puthja 1.2 milion klikim she ishte ajo, ju sa do e çoni? Ne nuk puthemi për klikime. Për dashuri? Ndjeni? Absolutisht po. Hajde njerë ta shohim si janë. Ju lutem na zbuloni si janë puthjet për ndjenjë, jo për klikime. Do shikoni në trotuar. Po pra. Do e lejmë për trotuar. A nisë tani s'kemi këtu. Dashuria lindi në kinema. Po puthot ju do jap dorëqe. Jo, të lutem. Jo. Nuk do jap dorëqe. Nuk do jap dorëqe. Hajde një puthje artistike. Ne po presim. Jo artistike, puthje për dashuri, jo për klikime. 3. Ua, qa pas keni pak e një umonga. 2, 1. Në t'jen me qesh. Na, t'kam zemër. Ja, pa ja nuk... Kjo ishte me dashuri e vërtet. Kushe dje u më shumë, të puthje ky është Aldori me që qeshim e inën, pa dale si puthin ju të dy se na të... Ajde ta Nuk ka shohim. problem. Ajde inë ta shohim. Problem fare. Po ç'është qeshje Po pjac, do ngelen në klas. Ishte komenti Aldorit në fakt që më bëri për çeshës se tha deri jo ajo puthje nuk shet. Jo nuk shet. Po ishte puthja më idiote që kam parë herë. Çe kështu, ju ofrove gjithë keme puthë këtu. Bledi në fakt kështu i nis të gjitha puthjet, ndoshta prandaj është akoma beqar se i shkon gocave kështu. Puthje ansore e ke bërë dhe atë të radhës kaluar, nuk e di si të shpëtoj. Puthje konsensuale dashur. Konsensuale pra, po Hajde në rrethin gatror të shikojmë. Faqe. Me profesor Fred Sako. Nuk di, Manush janë shturur fare këta, po themi ne te hallet tona. Ka nisur Big Brother, ne kemi parë një pjesë mirë të personazheve. Bledi e zbuloi të preferuarën e tij. Aldor, cila është të preferuara jote? Ose i preferuari, po. Ato që shesin. Ku shet? Deri tani kemi parë Brikenën që shet, kështu që kam një njëjtin mendim. Madje video e saj në të cilën ajo ishte në dush edhe i kënduar, ka qenë videoja më e suksesshme deri tani. Kështu që video të tilla në dush edhe me këndime do na duhen në të ardhmen që të shitet. Sukses do kenë. Po përveç Brikenës? Po pse nuk shiti ai në Vask, Livernozi, mua Iliri në Vask, për shembull. Unë vetë kam paja 30 herë. Rrotulloj video në. Se vërtet ka bërë më shumë xhiro ajo se sa dushi Brikenës, po dushin e Brikenës nuk e kam parë për shembull. Aldori na ka bërë një premtim, po derisa ta çoj deri në fund atë na nxjerr pak statistikat e inteligjencës artificiale, cilat janë deri tani, si ka qenë Curia. Atëherë Curia ka qenë deri tani që ato që klikohen më shumë janë Brikena, Kristi, Lorna dhe Iliri normalisht. To kanë qenë dhe gjithashtu persona që kanë përfituar më së shumti nga suksesi i Big Brother. Domethënë ato kanë pasur edhe një rritje në rrjetet sociale të ndjekësve dhe personave që ato i komentojnë. Senaldo duhet jetë në këto kamiden. Senaldo është akoma ditët e para, kështu që ndoshta mos favorizuar emrat. Ka dhe një problem që shumica e profileve kanë qenë edhe private të këtyre që kanë qenë përpara. Tani kanë publike. Nuk mund të bësh dot krahasimet kaq shpejt për kaq pak ditë. Para pas në kaq pak kohë. Brikena ka dhe një anomali tjetër që mesatarisht ka 1200 komentime në çdo postim. Domethënë nuk ka vetëm shumë persona që e shikojnë, por dhe komentojnë. Edhe komentojnë. Zihen, grihen. 3-400 i bokyer nga ato. Pra ndërveprime është i lartë. Letmane, e besojmë. Adresa falso. Këtë gjitha e sharë kur del Letmane thotë, o zemër. Ashtu ka shumë, po. Po ti Iliri ti bën komente? Unë jo. Te Vaska? Vetëm votoj vlla. Kur diçka që ne kemi parë dhe të edicionet e kaluara, këto shifrat nuk janë domethënë se për të fituar Big Brotherin. Po pa diskutime, kemi parë gjithmonë që jo detyrimisht të jesh aktiv ose i preferuar në rrjetet sociale do të thotë që ti do të jesh triumfues në lojën e Big Brotherit. Pastaj, çka kemi parë diçka tjetër, ka një personazh, është Angelo Haruni, i cili ka siç duket një staf shumë të fortë mbrapa skenave, domethënë, sepse ai është deri tani personazhi me më të shumtat postime që bëhen në profilin e tij, domethënë në profilin e tij personal. Personal, po, domethënë ka shumë njerëz siç duket që merren. Pardon, fal pak, pse nuk ka patur një grup pune. Këtë trafikun pse nuk e lidh ti me detyrimisht me fituesin. Që domethënë pëlqimin në rrjetet sociale. Se nuk për shembull disa pyetje për Stinën, se harrova që kam Stinën aty se kam mik. Po. Pse nuk lidhen këto, pse nuk shkojnë paralel? Pse nuk shkojnë paralel, sepse
Big Brotheri ose fituesi Big Brotherit nuk varet nga përqimet në rrjetet sociale, por varet nga votat. Që unë t'jem një nga ato personazhet që do votoj, nuk jam detyrimisht ai që e klikon atë like-un ose bën koment në rrjetet sociale, është një tjetër audiencë që voton. Kush është shoqja e palestrës e Stinës? Shoqja palestrës e Stinës. Manushit. Shoqja e palestrës e Manushit. Kam spiuna Manush. Kam. Kush është? Lore. Lore. Pra ti bën tifo për Stinën, Ilir Vrenozin, Lore. Kam shumë që tjetër. Bërë gjithë. E di pse jam i pa përgatit për këtë pyetje, se sot kam ardhi përgatitur dhe koncentratin e gjithë tyre pyetjeve të mia ja kam deleguar Dallaçit. Ai po më disiplinon në Big Brotherin tim. Për këtë duhet bëj tifo Manushi. Dhe unë me Manushi jam për Ilirin bëj tifo, se memet e ti një ndërton ato në vask, na bëjnë të qeshin pa fund. Dhe bashkë me Senos, janë një Korçar dhe një Shkodran, janë bërë bashkë, janë një dyshe shumë interesante, për humor, sidomos. Mundohesh t'jesh pak populist, ose të bësh ato gjëra që mendon që masa mund t'i pëlqej, ose t'a gjej veten aty, mendon se është strategji e mirë për Big Brother? Mendoj se po, pra është jo strategjia më e mirë, se kjo nuk është një strategji. Për shembull, Iliri u fut dhe ishte vetvetja në çdo moment. Dhe ishte shumë i klikuar, njerëzit e bën meme, madje besoj edhe Aldori e konfirmon që ndër memet ose pjesët më shumë për të qeshur i ka Iliri deri tani të paktën në Big Brother. Se ruan po të njëjtën strategji ose imazh ai ka patur edhe edhe atë fjalorin që lëshon gojen her pas here, domethënë po që duhet ta gjykosh ndoshta se ato fjalë nuk duhen përdorur aty brenda, po nëse mund ta them, në thonjza ka lezet pra të bën që ti ta shikosh, ta bësh replay atë videon disa herë. Kush është vërtet, pra i rasti Iliri, dhe kush është ai personazh që shtiret më tepër i popullor? Me thënë të drejtën, për mua është Miri, pra Miri West Side Family. Që në ditën e parë kur hyri, nuk është se më pëlqeu shumë, një lloj stisje, sikur duhet bënte batut me zor në çdo lloj situate që i dilte. Pra do njeriu ndonjëherë edhe po nuk kthej gjë, është okay, nuk është se duhet thuash çdo sekond një gjë, një batut, se 3 batuta godasin, 10 jo, e kupton, kështu që nuk është se më pëlqen shumë. Iliri erdhi në shtëpi me një sukses të garantuar, me një audiencë të garantuar, jo vetëm personazh i njohur politik, por edhe goxha populist. Iliri është nga ata tipa që kushdo që e kundërshtonte, kishte dhuratë një video agresive, por që brenda saj kishte edhe humor. Ke patur ndonjëherë konflikt me Ilir Vrenozin? Po, për çfarë? Dy herë. Kam thënë një herë Iliri i lagjës Kulleiri të Korçës dhe ka marrë një video 3 minutë me ulërimat, me të shara. Të shante ty? Ka guxuar të shaj ty Iliri? Po, s'mbete qevi nga Iliri se sa më bën ta dua për së largu energjinë që ai sjell sepse ka konstante. Iliri nuk është ndryshe në Big Brother dhe ndryshe në... Kjo është e vërtet. Siç përshkrove këngëtarin e West Side Family. Po pse Miri, nuk të duket që është real, dumetthënë ashtu dhe jashtë? Jo, Miri ka qenë më mirë jashtë. Më mirë jashtë. Mendoj se Miri jashtë ka qenë pak në hije. Unë flas nga ekrani, nga këngët, nga marrëdhëniet. Gjithmonë ka qenë në hije në Landit edhe të Florit dhe nuk ka qenë asnjëherë në atë që secili të kishte atë vendin e vet. Kështu që mendoj edhe kur hyri atje, unë nuk do thënë në hije. Më duket pak shprehje jo për mendimin tim, jo në kur janë grupe muzikore gjithmonë kështu qëllon. Nuk jemi mësuar ta shikojmë si lider pra. Ky ka qenë si në hije në këtë po do ta marrim me zor këtë pjesën e liderit dhe mendoj se kjo është gjëja që nuk po e përqafon. Pra po mundohet thonë që të bëjë një rol që ndoshta. Dhe ne gjithmonë ta kam mësuar me atë. Edhe si këngëtar, po edhe çunat në tërësi ne jemi mësuar të shikojmë pra më njerëzor, më paqësor. Aty ka një lloj arrogancë që prandaj nuk e ngjet shumë publiku. Po ndoshta duke qëndruar gjithmonë në këtë popularitetin aq të madh që mund të ketë patur, apo po quaj fansat apo ndasitë e grupeve që ndodhin gjithmonë kur kemi një grup djemsh apo vajzash, ai ka qenë pak më pak i njohur dhe tani po shfaqet. Duke qenë i suksesshëm si grup, mendoj që edhe brenda duhet i suksesshëm. Shikoni Krisin. Krisi ishte një personazh që lindi këtu te e diell. Me një këngë që tani kudo të shkosh nëpër Shqipëri, batuta Bajamja ose këngja është gjithandej. Ishte për viral edhe para se të futej në Big Brother. Tani ka arritur edhe te njerëzit që nuk dëgjonin kur këngë. Tani një zonjëri Bajamen. Kjo është unë me zi pres. Po ideja është që ka qenë i ftuar tek ne për herë të parë dhe ka patur një hapësirë televizive.